edhe po e përshëndes është pranë stadionit Arlindi. Mi mbrëm Arlind. Edhe përshëndetje nga stadiumi Fadil Vokri, ku për pak qaste, në fakt jo për pak qaste, për një orë disa minuta duhet të filloj zyrtarisht ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Turqisë. Më besoni, atmosfera tashmë është e jashtëzakonshme, njerëz të shumë kanë vërshuar rrugë drejt stadiumit Fadil Vokri dhe normalisht të gjithë janë të entuziazmuar dhe presin me padurim të shohin shfaqjen e Dardanëve, të cilët po besojmë dhe po shpresojmë që do të shënojmë fitore dhe për të siguruar biletën për kampionatin botror. Ajo çka është karakteristike deri më tani, gjithçka është duke shkuar në suaza të normales, ka kontroll të rrept, ka rregull, ka disiplinë dhe asnjë telashe sa i përket organizimit të ndeshjes. Shumë tifoz janë rreth stadiumit në të gjitha pjesët ku unë kam qenë deri tani, kam takuar tifoz të ndryshëm nga Shqipëria, nga Kosova, nga Macedonia Veriut, nga Lugina, nga të gjitha trojet shqiptare, madje kanë ardhur edhe nga shtete të ndryshme, qoftë nga Evropa apo edhe te oqeanit, për të përkrahur dhe për ta shijuar këtë ndjenjë, nëse mund të themi një ndjenjë krenarie që na bën të gjithë të ndrojmë dhe të shpresojmë për një rezultat pozitiv. Normalisht Radio Televizioni i Kosovës do të sjellë në kohë reale gjithçka sa i përket ndeshjes. Do të fillojmë nga ora 19 pas pak minutave për të sjellur specialen në të cilën krahas analizës kemi përgatitur edhe kronika të ndryshme të cilat pasqyrojnë rrugtimin e futbollit të Kosovës që nga Zanafilla e deri te ky moment. Po besoj që tifozët nuk kanë arsye për të ndryshuar kanalin, pasi do të jenë me Radio Televizionin e Kosovës dhe me të gjitha detajet kryesore sa i përket një ndeshje e nivelit të tillë çfarë është kjo ndërmjet Kosovës dhe Turqisë. Krejt në fund syti kemi nga Kosova dhe po urojmë që Dardanët na bëjnë krenar dhe të sigurojmë biletën për kampionatin botror. Lindi, nuk di a më dëgjon, po ju i keni ato lotët e gëzimit kur pranu Kosova, nuk e di Lindi nuk na dëgjoj sepse jemi drejt për drejt, po si do që tjetë